Sot do të jemi bashkë se na filla 1, të lexojmë nga vargu I parë deri në vargun 25. Nuk pretendoj të di edhe të kuptoj çdo gjë që zana filla 1 thotë, por domosdoshmë të shikojmë disa anketa kryesore që pasazhin e kanë shumë të qarta. Pyetjet e vështira teologjike I keni për Will Jamesin kur të vinë këtu. Unë do të them ato që janë të qarta dhe që mund të kuptojnë të gjithë. Zana filla 1, vargu I parë deri në 25. Në fillim Perëndia I krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pa trajë, me zbrazë dhe errësira mbulonte sipërfaqen e munerës dhe fryma e Perëndisë lëvizte mbi sipërfaqen e ujrave. Pastaj Perëndia tha: "Bëf të drita", dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira. Dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën natë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes, dita e parë. Dhe Perëndia tha: "Le të jetë një kupë qellore mes ujrave që t'i ndajë ujrat nga ujrat." Dhe Perëndia krijoi kupën qellore dhe ndau ujrat që ishin poshtë kupës qellore nga ujrat që ishin sipër kupës qellore. Dhe kështu bë. Dhe Perëndia I quajti kupën qellore qiell. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes, dita e dytë. Dhe Perëndia tha: "Ujrat që janë në qiell të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet tera." Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia I quajti terën tokë, dhe grumbullimin e ujrave I quajti dete. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Dhe Perëndia tha: "Të mbi toka gjelbërimin, barëra të nxjerrin farë dhe pemët frutore të japin në tokë një frut që të përmbajë faren e tij, secili sipas llojit të tij." Dhe kështu bë. Dhe toka prodhoi gjelbërimin, barëra që e bënin farën sipas llojit të tyre dhe drur, që marrin fruta me farën e tyre brenda, secili sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes, ditë e tretë. Pastaj Perëndia tha: "Të ketë ndriçues në kupën qellore të qiellit për të ndarë ditën nga nata dhe të jenë si shenja dhe për të dalluar stinët dhe ditët dhe vitet dhe të jenë si ndriçues në kupën qellore për të ndriçuar tokën." Dhe kështu bë. Dhe Perëndia bëri 2 ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai bëri gjithashtu yjet. Dhe Perëndia I vendosi në kupën qellore të qiellit për të ndriçuar tokën, për të qeverisur ditën dhe natën dhe për ta ndarë dritën nga errësira. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes, dita e katërt. Dhe Perëndia tha: "Të gjallërohen ujrat me një numër I madh gjallësash dhe të fluturojnë zogjt përmbi tokë nëpër hapësirën e kupës qellore të qiellit." Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe çdo shpirt I gjallë që lëviz dhe që gjallëron ujrat, secili sipas llojit të vet, e çdo shpend fluturues sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Dhe Perëndia I bekoi duke thënë: "I jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushini ujrat e deteve, e zogjt të shumëzohen mbi tokë." Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes, dita e 5. Dhe Perëndia tha: "Të prodhoj toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre, kafsh, rëshqanor dhe bisha të tokës sipas llojit të tyre." Dhe kështu bë. Dhe Perëndia bëni errësirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët sipas llojit të tyre dhe të gjithë rëshqanorët e tokës sipas llojit të tyre. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë. Ne na duhet të themi dhe na duhet të kuptojmë qartë një gjë të madhe që shpeshherë harrojmë. Zanafilla kur u shkruajt, nuk u shkruajt për ne. Zanafillën kur e shkruajti Mojsiu, e shkruajti për izraelitët. Izraelitët kur kanë marrë dhe kanë lexuar Zanafillën, ata janë rrugës për në tokën e premtuar. Kanë lënë Egjiptin, po shkojnë për në tokën e premtuar dhe teksa kanë lënë Egjiptin, ata kanë dëgjuar shumë histori se si është krijuar gjithçka. Po ashtu në tokën e premtuar ku ata do të shkojnë, do të dëgojnë disa kombe që kanë edhe ata historinë e tyre se si është krijuar gjithçka. Edhe kur ata të vendosen në tokën e premtuar, do të kenë disa komshin, kombe të tjerë përreth, që edhe ata kanë historinë e tyre se si është krijuar çdo gjë. Edhe prandaj kur ne lexojmë Zanafillën, ne duhet të kuptojmë që u shkruaj për izraelitët, që ata të kishin tregimin e vërtetë se si në fakt çdo gjë ka ardhur në ekzistencë dhe se si është krijuar gjithçka.
Pse? Sepse mënyra se çfarë ti beson, ajo se çfarë ti beson se si ka ardhur çdo gjë në krijim dhe në ekzistencë, kjo do të përcaktojë kadrin, kjo do të përcaktojë se kujt i shërben, kjo do të përcaktojë mënyrën se si ti jeton, edhe kujt i bindesh. Edhe çdo gjë është e lidhur pikërisht me këtë gjë. Edhe prandaj kur izraelitët do të lexojnë Zanafilën, do të jetë duke kuptuar dhe duke menduar edhe patjetër edhe ne bashkë me izraelitët, shikojmë edhe kuptojmë që Zanafila na tregon krijimin e vërtet, mënyrën se si jemi krijuar me të vërtet, dhe kjo do të na përcaktojë ka adhurojmë, kujt i shërbejmë, si duhet jetojmë. Është kjo e vërteta e madhe që do të na tregojë pasazhin dhe që do të na tregojë në fakt Zanafila. Edhe teksa shikojmë pasazhin, unë siç thash nuk do merrem me gjëra të mëdha teologjike, por do të them vetëm disa gjëra që janë të qarta por shumë themellore. Gjë e parë që na duhet të themi, edhe që Zanafila 1 na tregon, është që krijimi është i krijuar nga një krijues. Tani patjetër që kjo mund të duket kështu e thjeshtë apo e qartë, por për izraelitët që lexonin, edhe patjetër edhe në botën që ne jetojmë sot, kjo është një vërtetë e madhe që shpeshherë është me debate të mëdha. Sepse siç thanë izraelitët do të kishin këto historike perëndive të rreme apo të kohëve që kishin përreth apo që kishin në Egjipt, edhe ne sot dëgjojmë për evolucion, për Big Bang, tring, gjëra të tilla. Edhe ne sot kemi këto diskutime se si kemi ardhur në ekzistencë. Por ne na duhet të themi gjën e parë pikërisht këtë gjë. Krijimi është krijuar nga një krijues. Ne kemi një krijues edhe shbarku i parë në Bibël. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, edhe ne jemi të krijuar, ne jemi krijesa. Ne nuk jemi të rastësishëm, ne nuk jemi pasojë e një evolucioni, ne nuk jemi pasojë e disa historive mistike të çuditshme të botës antike. Ne jemi krijuar nga ky Perëndi i madh, dhe në hebraisht nëse e lexon emrin e Perëndisë, gjithmonë kupton diçka. Në Bibël ne na jepet emri i Perëndisë në forma të ndryshme, sepse emri i Perëndisë tregon karakterin e Perëndisë. Edhe fjala që është përdorur për këtë fjalën Perëndia që ne kemi në vargun e parë është Elohim. Edhe Elohim është krijues, është një person që është krijim, është krijues. Edhe nëse do ta lexonim vargun kështu si fjalë për fjalë, vargu i parë do lexojë dhe do thuajë: në fillim krijuesi krijoi qiellin dhe tokën. Sepse ne na duhet të kuptojmë qartë. Ne jemi krijuar nga Perëndia. Ne jemi krijuar nga krijuesi i madh, i plot fuqishëm. Jemi krijuar nga ky krijues që vetëm me anë të fjalës mund të sjellë çdo gjë në ekzistencë. Ne jemi krijuar nga ky krijues sovran dhe plot fuqishëm që mban në dorë qiell dhe tokë. Jemi krijuar nga ky Perëndi plot fuqishëm që është i përjetshëm, që është në fillim, prandaj fillon vargu kështu. Në fillim Perëndia, do të na jesh përpara çdo gjëje, dhe asnjë gjë nuk ishte përpara tij. Kjo është gjë e parë që unë do doja të theksoja sot, edhe që pasazhi na e bën shumë të qartë. Ne jemi krijuar, edhe ne kemi një krijues, edhe kjo do të përcaktojë shumë për adhurimin tonë, kjo do të përcaktojë për mënyrën si jetojmë, edhe do vemi vetëm në fund sërish te kjo pikë, por mbani mend gjën e parë. Ne jemi krijuar nga krijuesi, ne nuk kemi rastësi, ne nuk kemi në një Big Bang apo nga evolucioni. Gjëja e dytë, çfarë na tregon ky krijim i Perëndisë dhe ky krijim i mrekullueshëm i Perëndisë. Unë do thoja këtë gjë. Krijimi na tregon se ky Perëndia sovran, ky krijuesi i plot fuqishëm, ky krijuesi madhështor që mban qiell dhe tokë, na tregon që ka një plan dhe ka një qëllim. Nëse dallojmë pak mënyrën se si janë krijuar gjërat, ne shikojmë që ka një rregull se si po shkojnë gjërat. Në fillim, në 3 ditët e para, Perëndia krijon 3 sfera. Ai krijon hapësirën, krijon qiell, që ne i quajmë qiell këtu, jo hapësirën ku shkohet Perëndia kozmike, por krijohet hapësira, pastaj krijohet qielli, pastaj ndahen ujërat, pastaj në ditën e 4, të 5 dhe të 6 janë si kundërpesha e këtyre 3 ditëve të para, edhe në 3 ditët e dyta, domethënë në ditën e 4, të 5 dhe të 6, këto 3 ditët e dyta këto do të mbushin këto 3 ditët e para. Nëse në ditën e parë është krijuar hapësira dhe gjithçka, në ditën e 4
do të krijohen ata që janë qeverisësit e ditës e të natës, do të krijohet dielli, edhe do të krijohet hënë, edhe yjet, të gjitha yjet. Domethënë në ditën e parë Perëndia krijon hapësirën dhe në ditën e katërt ai e mbush hapësirën me gjëra. Në ditën e dytë Perëndia krijon qiellin ton, hapësirën tonë qiellore, edhe ndan ujërat, edhe në ditën e pestë ai krijon zogjt, edhe e mbush qiellin me zogjt, edhe mbush edhe detin me lloj-lloj gjallësash edhe me lloj-lloj peshqish. Edhe po ashtu në ditën e tretë Perëndia krijon edhe bën që të shfaqet tera, edhe pastaj në ditën e pestë do të mbushet me kafshë. Domethënë çdo gjë ka një rregull, edhe mënyra se si shkon krijimi është shumë kuptim plot. Në fillim krijohet drita, që patjetër ka një simbolik të madhe pse u krijua. Drita e para dhe do flasim më vonë për të, por drita është elementi bazë i jetës. Krijohet drita, pastaj krijohet ajri, edhe pastaj do të shfaqet toka, edhe pastaj bimët. Edhe bimët ne e dimë që bimët kanë nevojë për të jetuar dhe për të rritur dhe për të zhvilluar, kanë nevojë për çfarë? Kanë nevojë për dritë, kanë nevojë për ajër, kanë nevojë për ujë, kanë nevojë për gjithë këto elemente, dhe Perëndia i krijon këto, pastaj krijon bimët. Edhe po ashtu edhe peshqit ne e dimë që ata duan të ushqehen. Edhe duan që të kenë ushqim, edhe një pjesë shumë e mirë e peshqve në fakt ushqehen me bimë, edhe me gjëra, edhe kafshët do të ushqehen me bimët, edhe me frutat. Domethënë të gjitha gjërat po shkojnë tek diçka, po shkojnë tek krijimi i jetës, edhe prandaj kulmon në vargun në ditën e pestë kur edhe të katërt të mbushet toka me diçka, edhe të mbushet deti me lloj-lloj peshqish. Domethënë është duke krijuar jetën. Edhe gjithçka po shkon drejt një krijimi që do të kulmojë në ditën e 6, patjetër me krijimin e njeriu. Por kjo është e vërteta e dytë që doja që të kuptojmë sot edhe të shikojmë nga krijimi i Perëndisë. Krijimi i Perëndisë tregon rend, edhe rregull. Në fillim është kaos, kështu thuhet kështu në vargun e 2, toka ishte pa trajt, e zbrazët, errësira mbulonte sipërfaqen e hunerës. Domethënë çdo gjë është kaos, edhe pastaj Perëndia fillon edhe bën rregull, edhe bën rend. Edhe Perëndia teksa ka bërë gjithë këto gjëra do tregon që ai ka një plan edhe ai po shkon drejt i planit. Edhe unë prandaj më pëlqen të them shpeshherë njerëzit kanë pyetje për Zanafillën 3. Njerëzit shpeshherë pyesin që çfarë ndodhi në kopshtin e Edenit kur hëngri Adami dhe Eva atë frutin, edhe kanë shumë pyetje për Zanafillën 3. Edhe unë më pëlqen të them që shiko, një pjesë e mirë e përgjigjeve për Zanafillën 3 janë te Zanafilla 1 dhe Zanafilla 2. Edhe ne na ndërkuptojmë këtë gjë, pra që ky krijuesi ynë sovran, ky krijuesi ynë i mrekullueshëm, edhe ky krijuesi ynë i plot fuqishëm, ky nuk është kaotik, është një Perëndi i rregullt, është një Perëndi i rendit, është një Perëndi që ka një plan, ka një qëllim edhe po i çon gjërat drejt një gjëje të caktuar. Së treti, krijimi na tregon që është i mirë. Krijimi na tregon që ai është i mirë në fakt. Teksa shikojmë krijimin ditë pas dite, është ajo fjala që përmendet, edhe ajo fjalia që përmendet gjithmonë. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Edhe në fakt thuhet mbas çdo dite që Perëndia pa që ishte mirë. Me përjashtim të ditës së dytë nuk thuhet sepse edhe unë besoj ka një arsye pse nuk thuhet. Perëndia mbasi krijon dhe përfundon krijimin e një gjëje, thotë Perëndia pa që kjo ishte mirë. Mirë, në ditën e dytë Perëndia krijon hapësirën tonë qiellore dhe pastaj fillon edhe mbledh ujërat, por nuk ka marrë edhe ka ndarë ujërat e sipër nga ujërat e poshtë. Por Zoti nuk ka mbaruar punë me ujërat në ditën e dytë, ai do të mbarojë punë me ujërat në ditën e tretë, kur do të krijojë detet edhe do të bëjë që të shfaqen detet edhe terat. Edhe pasi ka shfaqur detet edhe terat, që është toka, domethënë, edhe pasi ka mbaruar punë me ujërat, atëherë ai thotë Perëndia pa që kjo ishte mirë. Edhe krijimi i Perëndisë në fakt tregon pikërisht këtë gjë. Tregon që Perëndia është mirë. Tregon që Perëndia është një Perëndi i mirë. Edhe ka një qëllim, edhe ka një plan të mirë. Tregon që Perëndia është i sovran i mirë, nuk është një sovran nëse ti referohesh tregimeve mistike që Izraeli do të dëgjonte, për shembull, një nga tregimet mistike ndoshta e kemi dëgjuar me ne
është epi i Gilgameshit që izraelitët do ta kishin patjetër të dëgjuar atje ku do të banonin në tokën e tyre, edhe epi i Gilgameshit tregon të tjera edhe një pjesë të rrëfimit të krijimit, edhe di se çfarë thot në thelb epi i Gilgameshit, tregon që perëndit ishin të zemëruar, edhe perëndit ishin duke luftuar me njëra tjetrën, e prandaj u krijuar gjithçka. Kur në të vërtetë Perëndia që ka krijuar gjithçka, nuk është i perëndi i zemëruar, i acaruar që po lufton me diçka. Është i perëndi i mirë, është i perëndi që ka një plan dhe një qëllim të mirë. Është i perëndi i përsosur, që po çon çdo gjë drejt një plani të përsosur, e drejt një qëllimi të mirë që ai ka për atin e emrit të tij. Edhe teksa kuptojmë këtë të vërtetë të madhe, kjo patjetër do të reflektojë në ditët tona edhe në mendet tona. Keni parasysh ndodh shpesh me fëmijët në kopësht, ose edhe me fëmijët në klasë të parë dhe në klasë të dytë, u thuhet atyre, vizato pak familjen tënde, ose vizato pak natyrën. Edhe fillon fëmija edhe vizaton familjen e tij, edhe vizaton fëmija familjen e tij, edhe babin e bën si një supermen, edhe mamin e bën si një super mbretëresh, edhe ka lule aty, edhe ka një shtëpi të këndshme. Se çfarë tregon ai vizatimi i fëmijës, se si ai e shikon familjen e tij, se si ai e shikon babain e tij, e shikon si një supermen. Edhe mama e shikon si një mbretëresh, edhe gjëra të tilla. Edhe krijimi i Perëndisë që vazhdimisht na përmendet që është i mirë, tregon se si është Zoti në fe. Është i mirë. Ai është i Perëndi sovran, është i Perëndi krijues, është i Perëndi krijues i plot fuqishëm, që në thelb është i mirë. Edhe nuk është një sovran tiran, i zemëruar kundër krijesave të tij. Edhe nuk i ka krijuar për të rrallë, për t'i dënuar, nuk i ka krijuar për t'i nxjerrë jetën. Ka krijuar sepse është i mirë. Është njësoj si ne me fëmijët tanë, apo jo? Ne kur jemi bërë me fëmijë dhe përpara se sa të bëshim me fëmijë, ne donim të kishim fëmijë sepse duam të tregojmë dashuri me tyre, duam të tregojmë mirësi me tyre, duam të shijojmë jetën me ta, duam të shijojmë marrëdhënien me ta, edhe kështu vazhdon. Edhe këtë po thot pasazhi. Perëndia është krijuesi plot fuqishëm dhe sovran, që është i mirë. Së fundi, pasazhi na tregon në thelb se si është Zoti vetë. Gjithçka i referohet Perëndisë, gjithçka i referohet se si ai është. Kur thuhet këtu që ai krijoi dritën të parën, unë besoj ka një simbolik shumë të madhe pse u krijua drita e parë, sepse Perëndia është dritë. Drita gjithmonë ka përfaqësuar shenjtërinë, ka përfaqësuar dhe ka simbolizuar pastërtinë, ka simbolizuar të qenin shenjtë, i pamëkatë. Edhe përgjatë gjithë pasazhit ne shikojmë që ka ndarje, është një tjetër gjë që përsëritet shpesh në pasazh. Ka vazhdimisht ndarje. Ndahet drita nga errësira, ndahen ujërat e sipër nga ujërat e poshtër, ndahet deti nga toka. Ka vazhdimisht ndarje të gjërave. Ka një qeverisës për ditën, ka një qeverisës për natën. Ka diellin që është ndarë edhe është për ditën, edhe hëna që është qeverisja e natës edhe është ndarë edhe është vetëm për natën. Të gjitha këto tregojnë që në thelb ka një ndarje. Edhe Perëndia në thelb është dritë, Perëndia në thelb është i pamëkatë. Perëndia është i shenjtë dhe i përsosur. Edhe izraelitët teksa lexonin Zanafillun 1, edhe teksa lexonin edhe kuptonin se si është krijimi, ata do të kuptonin se si është Perëndia e tyre. Perëndia e tyre është krijuesi sovran i plot fuqishëm, është krijuesi i universit. Është krijuesi i mirë, është i krijuesi që çdo gjë e bën mirë dhe është i krijuesi që ka një plan të mirë për ata. Edhe patjetër është i krijues që është i mirë edhe për ty dhe për mua sot. Teksa kalojmë dhe shikojmë këtë pasazh, patjetër na duhet të reflektojmë për veten tonë edhe gjë e parë që na duhet të bëjmë kur ne mendojmë se si është ky Perëndi kaq sovran që krijon qiell dhe tokë vetëm me një fjalë të tij. Kjo së pari duhet të na përullit apo jo. Duhet na përulli sepse ne jemi krijesa. Njeriu është i prirur të mëkatojë, njeriu është i prirur të rebelojë. Njeriu është i prirur të dojë, të jetojë si i pëlqen, çfarë i pëlqen. Por edhe mbi gjitha do të jetojë kundër vullnetit Perëndisë, kundër
krijuesi të vetë, por ne jemi krijesa. Edhe ne na duhet të përulemi përpara krijuesit. Unë nuk e di si mund t'i keni ju marrëdhënie me fëmijët, por shpeshherë fëmijët e mi rebelojnë, ashtu siç unë kam rebelluar dikur ndaj prindërve të mi. Edhe ne duam që fëmijët tanë të na bindin, edhe shpeshherë ata pyesin, po pse duhet të bindin, pse duhet të bëj këtë gjë? Sa jam kabarë, edhe ti je fëmija ime. Edhe kjo është e njëjta gjë me Perëndin, ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Edhe ne na duhet të përulemi, edhe ne na duhet të jetojmë të përulur para tij. Na duhet të adhurojmë atë. Unë përmenda pak më herët që izraelitët do të lexonin Zanafillën edhe do të përballeshin edhe me këto historitë e tjera të kombeve se si ishin krijuar, dhe siç u thash më herët, ajo që ata do të besonin dhe ajo që ti dhe unë besojmë sot se si kemi ardhur në ekzistencë, se si jemi krijuar, ajo do përcaktojë kë adhurojmë. Egjiptasit do të adhuronin Perëndin Ra, edhe Perëndin e diellit. Edhe Mesopotamezët që ishin diku në lindje, do të adhuronin perënditë e tyre. Kananitët që ishin pikërisht aty te toka ku do të shkonin izraelitët, kishin edhe ata perënditë e tyre në mënyrën se si ata besonin, se si ishte krijuar çdo gjë. Edhe në veri që do të ishin asirianët, edhe ata kishin historitë e tyre dhe perënditë e tyre që kishin krijuar gjithçka. Edhe të gjitha këto kombe përreth i adhuronin këto perëndi në bazë të historisë së tyre të krijimit. Por Mojsiu po bën të qartë për izraelitët. Edhe patjetër Mojsiu po bën të qartë për ty dhe për mua sot. Ka vetëm një krijues. Ai është Perëndia i plot fuqishëm. Edhe ne na duhet të adhurojmë atë dhe vetëm atë. Edhe krijimi nuk mund të mos na shtyjë, nuk mund të mos na çojë në këtë të vërtetën madhe. Ne duhet të adhurojmë Zotin, ne adhurojmë vetëm Zotin, ne përulemi para tij, edhe ne adhurojmë atë. Edhe prandaj jo më po të thuhet këtu janë dy qeverisës, kur thuhet për diellin edhe për hanën. Një nga gjërat që ndodhte shpesh në botën e izraelitëve, kur kanë qenë duke lexuar Zanafillën 1, ata po vinin nga Egjipti që adhuronin diellin. Po Mojsiu po thotë, jo, ti nuk adhuron diellin, siç egjiptasit adhuronin diellin. Ne adhurojmë krijuesin e diellit. Apo edhe hanën që shpeshherë kanë adhuruar në mënyrë të vazhdueshme. Edhe sërish Mojsiu po thotë, ti nuk adhuron hanën. Ti adhuron krijuesin e hanës. Dielli dhe hana që në botën e tyre mbaheshin kaq të vëj. Mojsiu i quan qeverisës, domethënë janë thjesht krijesa. Edhe prandaj ne adhurojmë Perëndin edhe vetëm Perëndin. Edhe patjetër ne i besojmë Zotit, teksa përballemi me ditët tona të vështira, me sprovat tona, teksa përballemi me vështirësitë tona. Ne kujtojmë se kë kemi në krahun tonë, kë kemi në anën tonë. Ne kemi Perëndin krijues sovran të plot fuqishëm. Izraelitët kanë dalë nga Egjipti edhe kanë shpëtuar nga një skllavëri prej 400 vjetësh, edhe po shkojnë në Kanaan, ku sërish do të kenë vështirë. Ata do të hasin me popull të vështirë, me popull që kanë ushtri të fuqishme, me gjikant. Ata do të përballen me vështirësi të mëdha. Po teksa po shkojnë atje, Mojsiu edhe Perëndia patjetër përmes Mojsiut po thotë, nuk kam një plan për ju si kombë. Edhe unë do të realizoj planin tim, edhe nuk ka asnjë gjë që mund ta ndalojë planin tim të realizojë. Edhe është e vërtetë edhe për ty dhe për mua. Edhe ne kemi vështirësitë tona, siç ata kishin me egjiptasit që ikën apo me popujt e Kanaanit ku po shkonin. Edhe ti dhe unë kemi vështirësitë tona në realitetin tonë, kemi vështirësi, kemi luftrat tona, kemi ata gjigantët tanë që ne përballemi për ditë. Po pasazhi na tregon me të madhe që Perëndia është krijuesi sovran, Perëndia ynë është krijuesi sovran, ai mban qiell e tokë. Edhe ai nuk ka asnjë gjë që mund ta ndalojë. Sado vështirë të jetë betejë, sado e madhe të na duket vështirësia, sado i madh jetë problemi që hasim. Mojsiu na tregon përmes Zanafillës 1, Perëndia është më i madh, është sovran mbi problemet e të gjitha miqta. Patjetër na tregon që ai është i mirë. Teksa hasim në ditët tona të vështira, një gjë që shpeshherë vjen në mendjen tona është dyshim. Apo pyetje pse? Pse Zoti lejon këtë gjë? Pse Zoti nuk ndërhyn këtu? Pse Perëndia nuk e ndaloi të ndodhte këtë? Vallë vërtet Perëndia i ka situatat në kontroll.
A është me vërtet Perëndia i mirë? A ka me vërtet Perëndia dashuri për mua? Në qoftë se kjo ndodhi me vërtet, po pse lejoj që kjo të ndodhte? Perëndia këtë na tregon pasashi. Perëndia është Perëndi sovran i mirë. Edhe ai ka një plan, edhe ai po e çon planin përpara. Edhe plani është për të mirën tonë, është për lavdinë e tij dhe për të mirën tonë. Edhe prandaj ne i besojmë. Edhe ne besojmë çfarë do të gjejë. Edhe ne besojmë edhe kur nuk kuptojmë. Është njësoj sërish si me fëmijët tanë. Nuk kujtoj një moment kur Naomi, vajza ishte e vogël, edhe duhet të shkonin në spital. Edhe ajo duhet të bënte një gjypër. Edhe nuk donte Naomi, se normalisht të gjithë nuk duan të na shkojnë, po jo. Edhe nuk donte fare. Edhe në një moment të caktuar, nuk duhet t'i baja dorën fort Naomi edhe të bënte gjypër, se i kishte hikur temperatura. Edhe duhet të merrte ilaçin. Naomi filloi me të qartë, edhe në moment të parë u mërzit patjetër me mua. Po më pas ilaçi ka efekt, edhe ajo po më mirë, dhe ajo u shërua. Është e njëjta gjë në lidhje me Perëndin. Ndonjëherë Perëndia detyrohet, më thoj zot. Apo duhet të bëjë disa gjëra që ne nuk na duken të mira. Ndonjëherë vjen situata mjet që ne nuk na pëlqejnë, dhe na bëjnë të qaj, na bëjnë të mërzitemi. Por nuk duhet të na bëjë të dyshojmë tek mirësia e Perëndisë. Nuk duhet na bëjë të dyshojmë tek fakti që Perëndia është mirë. Ai është vazhdimisht i mirë me ty dhe me mua. Edhe plani i tij është i mirë. Edhe teksa mendoj për këto të vërteta, lejo të pyet sot. A ke ardhur tek ky sovran? A ke ardhur tek Perëndia? A e adhuron atë me të vërtetë? A është për ty ai krijuesi, Zoti, Perëndia? Është tjetër gjë të vishme, është tjetër gjë të thuash që po ka një Zot. Edhe është tjetër gjë që të thënë ky Perëndi sovran, krijues, të jetë sovran i jetës tënde, të jetë drejtuesi i jetës tënde, të jetë Perëndia e jetës tënde. A ke ardhur tek Zoti? A je penduar për mëkatet? A e adhuron atë me të vërtetë? A i ke kushtuar ti jetën e tij? Dhe nëse je besimtar, ne patjetër marrim këtë të vërtetë të madhe për të përballur ditët tona të vështira, edhe për të jetuar deri në ditën që ai do ta marrë në qiell. Ai ka një plan. Edhe plani është ky. Një ditë ai do të kthehet dhe ai do ta marrë me vete. Që atje ku është ai, atje do të jemi dhe ne. Edhe gjithçka po shkon drejt kësaj të vërtetë. Krijimi na tregon që Perëndia ka një rregull rend, ka një strukturë dhe po shkon drejt një gjëje të madhe. Dhe gjëja e madhe e historisë njerëzore është pikërisht kjo. Ti dhe unë një ditë do të jemi me Jezus Krishtin. Dhe prandaj ne i besojmë atij. Dhe prandaj ne adhurojmë dhe ne i kushtojmë jetën. Dhe prandaj ne jetojmë duke u bindur atij dhe vetëm atij. Dhe prandaj ne bëjmë atë që ai na kërkon. Sepse ne i besojmë. Perëndisë tonë të mirë. Perëndisë tonë sovran.